Para se të fillojmë, bëni subscribe kanalin në mënyrë që mos të humbisni asnjë material të ri që do të publikohet. Fentanili është një drogë sintetike që është 50 herë deri 100 herë më i fortë se sa heroina. Për shkak të vetive të tij të fuqishme, fentanili shpesh herë i shtohet heroinës për të rritur fuqinë e saj, ose për të maskuar si heroinë shumë të fuqishme. Shumë përdorrues besojnë se po blejnë heroinë dhe në fakt nuk e dinë se po blejnë fentanil, që shpesh rezulton në vdekje nga mbidoza. Fentanili i prodhuar në mënyrë klandestine prodhohet kryesisht në Meksik. Kjo drogë në Amerikën Veriore shkakton vdekjen e qindra mijërave njerëzve në vit. Efektet e tij në organizëm janë relaksim, eufori, lehtësim dhimbjeje, qetësim, konfuzion, përgjumje, marramendje të vjella dhe depresion respirator.